Për në fund kemi lënë një projekt që kam kështu veçanërisht në zemër dhe quhet Faleminderit Gjysher. Zakonisht në fushata dhe programe politike shumë vend zënë të rinjtë ose fëmijët. Por unë kam një ndjeshmëri të madhe për më të moshuarit. Zoti më ka falur 3 vajza, por sa herë që unë më bashkëtorët nga një meten kemi dalë gjëkundit të 2 ose kemi pas punë paralelisht, kanë qenë vetëm engjëjt me emrin Gjysher që na i kanë mbajtur vajzat dhe na kanë mundësuar të dalim. Kështu shumë prindër të tjerë arrin të punojnë pa merak sepse fëmijët i lënë në kujdesin e gjysherëve. Mirënjohja ndaj tyre është e përjetshme dhe e pafundme, por ne kemi menduar që me të marrë mandatin të gjithë ata gjysher pensionistë për të cilët do të vërtetohet se i kanë fëmijët në punë dhe duhet të kujdesen për niprit dhe mbesat, do të marrin nga një ndihmë simbolike prej 30.000 denar në vit nga Komuna e Veçuar.